Jemi në Lushnjë. Në këtë qytet, dashuria për futbollin i kalon të gjitha limitet. Ekipi mbetet prej vitesh në kategorinë e parë. Megjithatë, tifozët aty nuk mungojnë kurrë. Kam ardhur në qytetin tim në Lushnjë për të parë emocionet e futbollit këtu, me gjithë çunat që vijnë apo jo çuna. Forca Lushnjë! Forca Lushnjë! Hajde gjithë 1 2 3 Forca Lushnjë. Forca! 2 3 Forca Lushnjë! Vetëm futbolli ka qenë Lushnjë, asgjë tjetër. Asgjë tjetër, vetëm futbolli ka qenë. Këtë kemi gjë më të mirë thua. Po, dhe ja që janë ka ta ndisur sot. Po unë kam i gjë që unë kam qenë tifoz më i keq nga të gjithë dhe nuk duhet ta shoh Lushnjën në këtë gjendje. Nuk pëlqen kjo gjë tani. Ja, asnjëherë. Ky është një ekip i cili ka shumë tifozë gjithmonë. A nuk e meritojnë të keni një ekip më të mirë thua ti? Nuk ka kush i masë janë gjithaj dudur. Çfarë duhet Lushnjë si të rregullohet ekipi të arrijë nivelin? Lushnjë si duhet mbrojtje komplet, portieri dhe të tre sulmuesët. Gjithë ekipi. Gjithë ekipi të ndërruar komplet. Çka kanë të veçantë lushnjarët që ndjejnë futbollin kaq shumë? Çka kanë veçantë? Zemrën e qytetit. Është një qytet i cili gjithmonë ka dashur futbollin. Dhe kur ka qenë dobët vi shumë veta. Sa na lidh ne kaq shumë me futbollin? Ne lidh ne kemi pasione. Ne snajmë nga futbolli. Vjen edhe ekipi shpesh, apo? Po. Si duket Lushnjë ty? Çfarë formë është? Lushnjë mirë është, po këta lozin individual, nuk lozin me shokët, se po të losh me shok bëhet goli. Lushnjë gjithmonë ka padur diçka të veçantë. Edhe kur ka qenë Edhe kur ka qenë dobët ka padur stadiumi plot. Plot. Tashi çka tashi? Gjithë ekipet, gjithë rrethet kanë bler lojtar. Po nuk e di si janë këto lojtarë të sotshëm thëti. Nuk po e dim. Lusha në këtë tifozë që ka nuk ka asnjë rreth, po të ketë lojtar mirë. Ti shikoj atë Rogozhinën. Ku është Rogozhina? Ka bler lojtar me sponsor që ka shu, edhe kështë klasifikimit. Prandaj edhe Lusha po të vinë i sponsori mirë. Do president. Edhe mund të eci. Unë kam losë me ekipin e Lushës me tritë edhe me shpresat. Ke luajtur vetë? Kam losë vetë me këtë fushë, me këtë mbrapa. Mendova që ishe lojtar dhe nuk njoha, apo ndihesh pak keq. Ne me 76 vjeçë, kemi unë që ne kemi losë që në vitin 64. Atë ka qenë futbolli më i fortë. Edhe dyta, ne losim me kur vim me shumë traurazhe punës je, lozim me qef, e kishim pasion futbollit. Edhe dilte lojë e bukur, kishte kolektiv të bukur. Po nga ekipi çka ke parë gjën më të bukur? Ka fituar kupa Lusha. Ne shikoj tash Lusha 3 herë ka dhënë në finale e tjetë 3 herë, si ka marrë të gjera, nga që... Lushnjë si puna Hollandës, se del finale nuk e gje. Jemi si Hollanda. Nuk fiton gje. Vejmë Tiranën s'na ka kënaqë asnjë. Me firin atje namu betere. Do vi, po na ikën mosha ne, s'ka më përparë ne. Lushnjë ka rënë që se kanë ikur ato klasa sportive më përpara. Në kohën kur kemi qenë të rinj, ka qenë një Avni Çeço, ai dilte në për klasat, në për shkollat, gjithë lojtarët, edhe mblidhte ato, bënte 2-3 klasa dhe nxirrte nga çdo vit në 1 kokër, në 2 kokra. Edhe bëhesh ekipi. Lushnjë furnizonte gjithë Shqipërinë me futbollista. Në atë kohë, se ai ishte seleksioneri mirë ai Avni Çeço. I në Tiranë. Cili është shkëtimi më bukur që më ti nga Lushnjë nga ekipi? Po Sami Shefa në të kohë, kur ka qenë kohë e Sami Shefës, Gogonit, Mim Gjorgjit. Në dash nësë YouTube. Kishe Ta marë, se më ka marë malë dhe me këfshallu, bo shumë ko, që ko vija ndisha atëherë, ta kem njërë dhe unë këtë kënesi prapë. Qa të lidhë ti e ke parë ekipin e ke njërë ekipin dobës, se ke njërë ekipin e mirë? Pse vazhdo në ndjeka shumë? Dashuria e ekipit dhe ta jep zemra, ta jep shpirti. Tani, mendoj që ky ekip mund ta arrijë prapë atë kohën e art vetën. Nëse privatizojmë, po. Qytet që çdo herë ka qenë mirë ekipi, ka qenë keq, ka qenë dobët, prapë mbush stadiumi plot. Çka ka të veçantë kaq shumë futbolli këtu? Valla, këtu s'ka zë tjetër përveç futbollit. Ne këtë kemi. Edhe këtu japim gjithçka ne. Me këtë jeton qyteti thua? Nuk e di sa të them vllai, po vetëm futboll kemi ne. Ne përjetojmë keq, po ç'të bëjmë klubit.
Ata e kanë vetë në dorë, bën çfarë duan, ne si të jetë mirë, si të jetë keq, ne këtu jemi. Çka ka Lusha kaq të veçantë lidhen e vet me futbollin? Pse vazhdoni ndjekin kaq shumë gjithmonë? Po nga që s'ka sport tjetër. Është vetëm sport që kemi. Edhe Lusha një zemra jonë. nuk kemi ku të vemi tjetër në përveç futbollit vëlla. S'ka. Çdo qytet vëlla ka të zonë për vet. Çdo qytet nuk është ai jemi vetëm ne. Jo, shiko, kaq shumë nuk kam parë ndonjëherë vend tjetër. Ku ka shumë, Kaq sa ndjekin nuk ka fare, po Përshëndes gjithë tifozat e Lushës delegatë, i kam zemër, përshëndesi duan shumë. Frjedizoni klubin, kaq kam për të thënë shumë. Edhe pse është dobët, rap tifozat e ndjekin Lushin. Pavarësisht. Po le kur ka qenë mirë që rinte stadiumi plot, më shumë. Është këtë ka Lushja, tifozat i ka të zjartë. Ka nga ata që ma kanë mësuar mu ta kem futbollin gjak, dhe një nga ata është ky zotëria këtu. Po. Tani shoh prap stadium, mika të lash këtu, vit gjej prap këtu. Unë kam vite që ndjek ekipin e Lushës që është moshën 15 vjeçare. Edhe si vjetë që s'ka bërë vaki që Lushja ka ta nisën në gjendje. Edhe po s'pati president, Lushja kështu ka për të vazhduar, kemi 7 vjetë që luajmë kategorinë e parë. Edhe inshallah merr në president që Lushja të rregullohet, përmirësohet, që edhe tifozët i kënaqin. Ka padur fatin 2 herë në jetë ka padur trajner. Kur unë luaj për tjerë dhe ti ishe trajneri, një ekipi shumë të vogël aty ekip lagje po themi, ekipi i fshatit ton. Po, më kam qenë trajner me fshatin e Goriçaj edhe ishim shumë të kënaqur kur losim për shembull me fshatin. Edhe ishim biles më lart nga siç ish Lushja sot. Po shiko, mbaj mend që më thonë mu si nuk u bëre lojtar, po bëre për tjerë. Të doja ti ishe lojtar. Po. Po unë vazhdova pak të botën e futbollit, prap nuk e lash. Po, edhe jam shumë i kënaqur. Por në takimin e fundit, në tribun ishte një tifoz mjaft i veçantë. Një djalë lushnjar, lojtar me kombëtaren shqiptare, Rej Manaj. E në një kohë kur po përflitet që ai ka shprehur interesin për të blerë klubin e futbollit Lushnja, i gjithë qyteti ka një dëshirë të përbashkët. Po e mori Manaj, bravo i qoftë. Është shumë i shoku time. Dine i muhabet, mos i në muhabet që mund ta marrë Lushnjën apo nuk e ke iden? Unë se di muhabet që do ta marrë Lushnjën, fliti do ta marrë, po inshallah e merr. Po e mori ai e bën ekipin direkt. Inshallah, ashtu qoftë. Inshallah ashtu qoftë. Mendoj do ndihmonte? Po shumë. Po dhe ta marri. Mirë bën. Kush ka para e merr. Ke dëgjuar kështu zëra vërdall apo? Sa dush flasin, po ku ta marri? Ku ta marri? Unë pash në tribunë sot ishte Rej Manaj. Tani këtu në qytet kam gjuhë llafe që mund të marrë ekipin e kështu. Ç'a mendon? Po e morim shumë mirë do jetë. Ti ke gjuhë këto llafet? Po, kam gjuhë. Mendoj që do e marri? Mendoj po. Po ç'a ke gjuhë në çdo që flitet? Ç'a thon? Thon mund ta marrë se takoj kryebashkiaken. Dje darkë edhe mendoj që mund ta marrë. Me që kemi gjurë, mund të bli. Tani po e mori, e ngre pak ekipin mendoj. Po, mund të jenë superior. Është ëndër la. Thjesht është ndërrojnë ne, po ëndra të shosh mëngjes, ikën punë. Po kemi shpresë mos e shu Rej Manaj, me sa flitet. Shiko, unë e pash ishte aty te tribuna. Tani mendojnë që ka zëra që mund ta marrë ekipin. Po, dhe neve këtu bashkë që po bisedojmë me këta shok këtu tifozat, po thonë gjëra të mira. Shikojnë tani se si do vendoset. Fundi do gjykojë. Më mirë Lushnjar, ai është Lushnjar, më mirë, normale. Shumë beta thanë të marrë Rej Lushnjën, është vërtet apo jo? Bet Manaj nuk donte të shprehej më tepër për këtë çështje. Megjithatë, nga ajo që konfirmuam nga burimet brenda klubit, është vërtet që Manaj ka patur takime për të blerë Lushnjën, por gjërat mbeten akoma në negociata. Ajo që kuptuam është që të gjithë qytetarët lushnjarë, dhe aq më tepër ata që duan futbollin aty, presin një dhuratë të përbashkët për vitin e ri.